Rahatoju dhe lejo trupin tënd që të pushoj. Nuk ke asgjë për të bërë tani. Nuk ke nevojë që të kuptosh asgjë. Nuk ke nevojë që të analizosh. Vetëm dëgjo. Dhe përderisa dëgjon, mendja jote të vetëdijshme fillon të lodhet. Sepse nuk ka asnjë problem për të zgjidhur. Mbylli syt dhe përderisa syt mbyllen, trupi yt relaksohet edhe më shumë. Natyrshëm, sepse çdo trup, kur e lejon, ai fillon të pushoj. Dhe fillo merr frymë thellë përmes hundës dhe nxjerrë frymën përmes gojës. Le të jetë frymarrja më e shkurtë se frymënxjerrja. Dhe lejo trupin që ta ndjejë lehtësimin në fund të secilës frymëmarrje. Në çdo frymënxjerrje, trupi yt e merr mesazhin se është i sigurt. Nëse mendja fluturon, kjo do të thotë se trupi po çlirohet. Dhe sa më shumë që çlirohet, aq më shumë relaksohet. Thjesht ktheje vëmendjen tënde tek fryma jote. Jo për ta kontrolluar, por për ta ndjerë. Vendos një dorë mbi bark dhe ndjej lëvizjen. Përderisa merr frymë përmes hundës, lejo barkun që të fryhet. Dhe nxjerrë frymën shumë ngadalë përmes gojës. Dhe lejo gjithçka brenda teje që të shkrihet. Përderisa nxjerr frymën jashtë dhe ngadalë, sistemi nervor kalon nga gjendja e alarmit në siguri të plotë. Dhe përsërit e këtë ritëm deri në fund. Merr frymë thellë për gjatë 4 sekondave dhe lëshoje për gjatë 6 apo 7 sekonda. Kjo përsëritje i jep siguri sistemit tënd nervor.
dhe me çdo nxjerrje të frymës, rrahjet e zemrës qetësohen. Muskujt e barkut lëshohen. Shpatullat bien poshtë. Nofulla zbutet. Dhe në heshtje, pa e detyruar, trupi fillon që ta kuptoj se nuk ka rrezik. Edhe nëse mendja nuk e beson ende, trupi po e ndjen dhe kjo mjafton. Dhe qëndron në këtë gjendje për disa minuta, sepse kjo është pika ku fillon shërimi. Dhe tani, përderisa ti vazhdon dhe merr frymë thellë dhe ngadalë përmes hundës dhe e nxjerr përmes gojës, imagjino sikur po zbret përpara një shkalle të butë. Dhe me çdo numër, trupi bëhet më i rëndë, më i qetë, më i sigur. 10. Trupi yt fillon të lirohet. 9. Çdo tingëll i jashtëm të çon brenda vetes. 8. Mendja lirohet dhe trupi relaksohet. 7. Çdo frymë të çon më poshtë e më poshtë. 6. Nuk ke nevojë që të kontrollosh asgjë. 5. Ke arrit në gjysmë të rrugës dhe trupi yt është shumë i qetë. 4. Çdo që lhiz po dëgjon. 3. Ndjenja e kohës fillon të humbas. 2. Siguria po instalohet në nivel qëllizor. Dhe 1. Tani ti ndjen që ti të plotë. Dhe përderisa të ndodhesh në këtë nivel të thellë të qetësisë, dhe përderisa vazhdon dhe merr frymë thellë dhe ngadalë përmes hundës dhe nxjerr përmes gojës, silleve mendjen tek baza e shtyllës kurrizore. Pa përpjekje, pa analizë, vetëm ndjeje. Aty ndodhet qendra jote e mbjetesës, çakra e rënjëve. Dhe imagjino një dritë të kuqe, të ndritshme, të qëndrueshme. Kjo dritë nuk lëviz shpejt. Ajo nuk ka nevojë që të nxitohet. Sepse stabiliteti nuk nxiton kurrë. Dhe tani, imagjino se një rënjë
po zbret nga kjo dritë dhe shkon në drejtim të tokës. Dhe sa më shumë që zgjatet kjo rrenjë, aq më i qetë bëhet trupi yt, sepse toka të mban, toka të mbështet. Jo sepse duhet, por sepse kjo është natyra e saj. Çakra e rënjeve i mban kujtimet e vjetra, mban frikë, pasiguri, stresin kronik, mbijetesën, dhe tani, trupi po mëson diçka të re. Se nuk ka më nevojë të jetë gjithmonë gati. Dhe me çdo frymëzjerje, imagjino se diçka brenda teje po hapet. Sistemi mbijetesës po aktivizohet dhe në vend të tij aktivizohet siguria. Dhe tani, përderisa trupi yt është plotësisht i hapur, lejo këto fjalë që të shkojnë drejt për drejt në nënvetdije. Ti je i sigurt në trupin tënd. Ti përket kësaj bote. Toka të mbështet. Dhe çdo që lis, po e merr këtë si të vërtetë. Jo si ide, por si realitet biologjik. Ky është programi yt i ri. Dhe tani, nuk ka më nevojë për fjalë. Vetëm ndjesi. Vetëm prani. Çakra e rënjve është e balancuar. Sistemi nervor është i rregulluar. Trupi yt është i sigurt. Tani, nuk do të dëgjosh shumë fjalë, sepse trupi yt ka nevojë për kohë, jo për informacion. Vazhdo merr frymë thellë përmes hundës dhe nxjerrë përmes gojës. Lejo që frymëzjerja të jetë më e gjatë se frymëmarrja. Dhe përderisa nxjerr frymën jashtë, ndjeje relaksin në pjesën e poshtme të trupit tënd. Dhe ndjeje të qetësinë. Kjo qetësi është siguri. Ti po e mëson trupin tënd që të jetë i sigurt. Në këtë moment, tani,
Çdo frymarrje e thellë dhe ngadalt i tregon trupit se nuk ka nevojë që të bëjë asgjë. Mjafton që të jetë. Dhe përderisa ti vazhdon dhe merr frymë thellë dhe ngadalt, po futesh tek pjesa më e rëndësishme. Ndjeje trupin tënd. Pa ndryshuar, pa analizuar. Ndjeje peshën e tij, kontaktin me tokën. Nëse mendja flet, leje që të flasë. Nuk ke nevojë që të ndjekësh mendimin. Çdo mendim është thjesht një tingull që kalon. Si një rënë në qiell. Dhe përkundër mendimeve, trupi yt është i qetë. Dhe tani, përderisa ti ndjen të qetësi, përsëriti këto fjalë me mendjen tënde të brendshme. Unë jam i sigurt. Trupi im e di se jam i sigurt. Nuk kam nevojë që të nxitohem. Nuk kam nevojë që të luftoj. Jeta më mban. Toka më mbështet. Unë jam i sigurt. Dhe këto fjali nuk kanë nevojë që të kuptohen. Ato thjesht ndihen, mbillen, si farën e tokë. Dhe toka e di se çfarë të bëjë me to. Tani nuk ka më udhëzim. Vetëm frymë. Vetëm prani. Lejo trupin që të relaksohet edhe më shumë. Çfarë do që po ndjen është në rregull. Trupi yt po e merr atë që i duhet. Dhe nuk ke nevojë që të mbutesh. Fillo merr frymë edhe më ngadalt. Vetëm për të qëllë zërin tim. Merr frymë përmes hundës dhe lëshoje përmes gojës. Me çdo frymë ndjerje, ti pëlshon çdo tension, çdo frikë, gjithçka që nuk të shërben më.
Sillë vëmendjen tek trupi, jo për ta ndryshuar, por për ta ndjerë. Ndjej këmbën, ndjej peshën e tyre, ndjej mesin, kontaktin me vendin ku ndodhesh. Ndjeje barkun. Nëse ka tension, mos u mundesh të largosh. Vetëm ndjeje. Trupi nuk ka nevojë që të rregullohet. Ai ka nevojë të dëgjohet. Qëndro me këtë ndjesi. Nëse mendja flet, le të flasë. Ti qëndro me trupin. Asgjë nuk ka nevojë të ndodhë. Dhe tani, pa e detyruar vetin, përsëritë me mendjen tënde të brendshme. Unë jam i sigurt. Trupi im është i sigurt. Nuk kam nevojë që të nxitoj. Nuk kam nevojë që të mbrohem. Unë jam këtu. Jam i mbështetur. Toka më mban. Asgjë nuk më mungon tani. Gjithçka është në rregull. Dhe tani, përderisa vazhdon dhe merr frymë thellë ngadalë, sillë vëmendjen tek trupi, tek fryma, tek toka. Çfarëdo që ndjen tani është në rregull. Trupi po integrohet. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, fillon të riambientohesh. Duke ditur se kjo gjendje është gjendja jote natyrshme. Dhe ti mund t'i qasësh asaj sa herë që të kesh nevojë.